Këto renoja janë dëshmia asaj që ndodhi mëngjesin e së mërkurës në Panjabi të Pakistanit. E prapa kishin mbetur edhe dëshmi të fajtorit të gjithë kësaj. India, shteti fqin, sulmoi provincën Muridke, ku mbetën të vrarë rreth 30 persona. Pakistani dëshiron paqe, nuk donte luftë. I ka kërkuar vazhdimisht Indisë të drejtohet Bashkisë Ndërkombëtare të njerëz nga Kombet e Bashkuara për të kryer një hetim neutral, në mënyrë që të zbulohet se kjo është një dramë e skenuar nga India. Këtë sulm autoritetet indiane arsyetuan se ishte hakmarrje ndaj asaj që kishte ndodhur në Kashmir, ku u vran 7 persona nga shkëmbimet e artillerisë muajin e kaluar. Krejt kjo bëri që pakistanezët të ngriten për të protestuar. Numri i madh i njerëzve u pa dhe gjatë varrimit të viktimave që u shkaktuan nga ky sulm, që nga vetë vendi u konsiderua si terrorist. India dhe Pakistani kanë zhvilluar luftra për rajonin Himalajan të Kashmirit, i cili është i ndarë midis tyre dhe pretendohet nga të dyja palët në tërsinë e tij. Tashmë, kjo është përballja më e keqe midis rivalëve që nga viti 2019, kur ata ishin pranë luftës.